Po, sepse na çon në konfuzion. Rinia e sotme ka shumë mundësi dhe të ke shumë mundësi të çon në një lloj farë konfuzioni. Dhe ka një dizavantazh të madh brezi i ri. Unë e vëre tek djali me 14 vjeç tani. Ky brez aktual ka lindur fatkeqësisht në një epokë ku paralelisht ekzistojnë dy jetë. Pra, ajo virtuale dhe ajo reale. Nëse brezi im, unë jam gati tek të 40-tat, kanë jetuar dhe një jetë pa internet, pa virtualitet, jetën reale. Këta nuk e din çfarë do të thotë të kesh një jetë pa internet. Çfarë do të thotë të kesh një jetë pa krahasim, pa kompetencë, pa bombardim mendor. Dhe unë po mendoj dhe po bindem me kohën që ky rini ka nevojë për leksione në shkollë që të kuptojnë çfarë do të thotë të jetosh 100% atë gjën e prekshme. Pra, tjetrin. Të qëndrosh në natyrë duke prekur lulet, duke parë pemën, duke parë liçenin. Ky rini është distancuar jashtëzakonisht shumë ndaj realitetit. Dhe për të përgjigjur pyetjes tënde, ndërrojnë të bëhen blogera, ndërrojnë të bëhen, ku dëgjon, si filani, fisteku, sepse nuk janë tashmë autentik. Nuk din as ata vetë çfarë do të zgjedh. Këtë sepse i duket botës bukur apo këtë sepse mendoj unë që është me ambienti ku unë mund të rritem.